Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live në televizionin e parë dhe më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Njëkohësisht për teleshikuesit e rregullt të emisionit tonë, por dhe të televizionit News 24, jemi live edhe në radio News 24 për gjithë udhëtarët që nuk duan të humbasin as emisionin dhe as lajmet e fundit të ofruar nga Departamenti i Informacionit. Ditën e sotme në këtë studio do të rrëfehet një zonjë 44 vjeçare, nën e 2 fëmijëve, vajza 10 vjeç dhe djali 7 vjeç. Ajo prej pak kohësh është divorcuar nga ana e bashkëshortit, nuk ka nisur ende procedurat në gjykat, do të fillojë edhe procesi gjyqësor në gjykat. Të gjitha këto do t'i flasim vetëm pas pak me 44 vjeçaren me Alketën, e cila ka mbritur ditën e sotme në këtë studio nga Lushnja së bashku me motrën e saj. Për më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj dhe rikthehemi në transmetimin tonë. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me një grua të dhunuar, e cila ka kërkuar të rrëfejë historinë e saj. Ajo është 44 vjeçe dhe nën e 2 fëmijëve të mitur në proces divorci me babain e fëmijëve. Shkak i divorcit është dhuna her pas hershme psikologjike dhe fizike që bashkëshorti ka ushtruar ndaj saj për shkak të xhelozisë dhe kushteve ekonomike të vështira. 44 vjeçaria rrëfen për redaksinë e emisionit se bashkëshorti nuk ka punuar asnjëherë dhe nuk ka sjellë të ardhura kurrë në familje. Madje nga ana tjetër gruaja rrëfen se nuk ka mundur do të ruajë në foto shenja në trupin e saj nga dhuna për shkak se telefoni i saj mbahej nën kontroll prej bashkëshortit. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Përshëndesim, pikërisht sepse je vendosur me kurrizë, je një grua e dhunuar. Kjo ishte në fakt edhe pakti i motrës tënde. Shikoj që je përlotur, më vjen keq që portretin tënd nuk e shikon teleshikuesi. Një zonjë fisnike, përshëndetje, mirë se erdhe Alketa. Urime për emisionin. Mos e prek të lutem mikrofonin. Ty, stafin tuaj. Faleminderit. Jeni televizion më i mirë dhe unë si nënë e dhunuar kam ardhur në televizionin tuaj. Do flasim vetëm pas pak, dashur Alket, por ditën e sotme je shoqëruar nga motra dhe më bëri përshtypje zonja Dhurata për mbështetjen që të ka dhënë të vish drejt televizionit, por njëkohësisht edhe ajo të ndaj hallet dhe problemet e saj në lidhje me divorcin tënd. Përshëndetje Dhurata, mirë se erdhe. Përshëndetje. Ju më thatë që po i bashkohesh zërit të motrës në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, e para për të mos e lënë vetëm. E dyta, divorci i saj ka prekur drejt për drejt edhe familjen tënde. Do t'i tregojmë vetëm pas pak pse e ka prekur divorci i Alketës familjen tënde. Ti thua që pensioni i mamas në mos gaboj, lekët e nënës time, po shkojnë për të mbajtur Alketën dhe fëmijët e saj. Gjithsesi unë do mundohem që me lejen tuaj të telefonoj edhe bashkëshortin, se 3 javë ka që ti je larguar nga këmishtaj, nga shtëpia dhe shtrati bashkëshortor. Do flas edhe me zotin Kastriot se kush është problemi juaj, por më lejoni të prezantoj edhe të ftuarat, të cilat do t'ju orientojnë sa më saktë, juridikisht, por edhe emocionalisht, se pasha Alketën që e nisi shumë e prekur këtë emision. Me mua në studio avokatja zonja Gjeni Londë, përshëndetje Gjen, mirë se erdhe. Në krahun tënd Eksena Qerici, psikologja jon klinike, përshëndetje Eksen, mirë se erdhe. Ju falenderoj të dyjave, kemi 2 zonja në studio, besoj se jemi një bashkësi zonjash ditën e sotme dhe më vjen mirë që her pas here në këtë studio, teksa flasim për gratë dhunuara, nuk përfshi vetëm zonja, por ka mbritur edhe psikolog klinik, por edhe avokat të cilët zë mashkullor dhe janë në përkraje të grave të dhunuara. Alketa, e nisim bashk, prej sa vitesh je martuar me Kastriotin? Për 10 vitesh. Prej 10 vitesh? Aj sa vjeç është edhe vajza? Po. Po? Dhe historia ime nis thjesht u feju. S'kishte lek me blenda as një unaz, floriri. Dhe kam bler vetë, shuar atë në dyqan me 2000 lekë. Hajde sa vinë gjerë të u vështërësuan. Linda vajzën, gosën, sonjën. Për para se dalim tek vajza, më thej që se ne kemi bërë biseda shumë bashkë,
Dhe unë të thash, 24 vjeqe, e martuar në moshën 34 vjeqare, si që po e pohon dhe vetë. Andi nga zona nga ju vini, vajzat dhe gratë martohen pak në moshë të hershme, nuk I kushtohen shumë shkollimit të pyeta dhe për arsimimin. Atëherë, deri në moshën 34 vjeqare më thatë të dyja që keni pasur shumë pretendime. Nuk keni dashur kur të martoheshit në fshat, por pretendoni gjithmonë qytetin. Por edhe të përzgjidhnit njeriu e mirë. Si e njohë ti Kastriotin? Kush ta bëri këtë martesë? Jo, Kastriotin e kam njohur nëpërmjet Skype-it, në telefon. Ishte punojës në një vend në Lushnjë. Po? Edhe thjesht e pash një herë, 2 herë, pastaj shkëmbym numrat e telefonit. Përpara se të më thuash, pra ti e ke njohur virtualisht, nëpërmjet Skype-it, më the? Po, kështu nëpërmjet Skype-it, thjesht e pesi. E pash një herë, më hodhi një numër dhe... Oke. Përpara Kastriotit, ti besoj në këto pretendimet ke pasur, do me thënë, në fokus ta një vetë personin, apo do shta edhe me mbledhëri? Ta një vetë. Ta një vetë? Ta kishin përkrahur prindrit, familja këtë mendim për të njohur një person vetë? Dhe deri në moshën 34 vjeç ti nuk e njohur asnjë? Jo, kisha gacmime gjëra, por nuk isha kismet. Pra, nuk e kishe provuar më parë dashurin? Jo. Nuk e kishe provuar? Nuk e qenë lidhur me asnjë? Jo. Thjesht kisha pretendime dhe thosha, je një njeri të mirë ose martohem. Ke tentuar, do me thënë, ta një e dikë? Ke tentuar, se nuk ka asgjë të keqe që të pish një kafe, të bisedoje me dikë? Kur ishim në shkollë të mesme, tentoja që të njësha me njerëz të mirë. Dhe nga shkolla e mesme, deri në moshën 34 vjeçe, ti nuk njohe. Ndërkohë punoje kur ishe vajzë beqare? Punoja. Po, punoja. Dhe njohe Kastriotin në këto kushte, shkëmbyet numrat e telefonit. Sa që ndrua të lidhur bashkë, për ta njohur mirë karakterin e njëri tjetrit? Me të drejtën ne nuk qëndruam shumë, sepse Kastrioti u dukte njëri fillim I mirë, I sinqert, 2 muaj kemi ndëjtur të lidhur. Të lidhur me njëri tjetrin. Dhe I thash, nëse ti e ke seriozisht, mund të sjellësh familjen tënde. Sa vjeç ishte Kastrioti në atë kohë? 10 vite më parë? Kastrioti është më I vogël nga unë, është 6 vite. 6 vite më I vogël se ty. Dhe unë nuk doja që kjo martesa jonë të lidhte në këtë kështu. I thosha që unë jam më madhe, nuk ja vlen që ti t'jesh bashkëshorti im, sepse ne andej, thosha unë I kemi traditë që burri t'jetë pak më I madh dhe në mendime dhe më I pjekur. S'ka gjë, thoshta ai s'ka gjë, dhe si përfundim na u mush mendja dhe u lidhëm. Edhe Kastrioti kishte martesë të parë apo fejesë të parë? Kastrioti kishte qenë njëri ashtu, I martuar. I martuar? Po pak apo jo? Po. Më thanë pastaj se këtë mora vesh vonë, kur u vajta nusa atje, më thanë që ai ka qenë I martuar. Kur vajte nusa? Po. Si u ndjeve? Po keq u ndjeva. Si ishte larguar gruaja e parë? Se ishte me kushte ekonomike shumë të vështira, por unë thash unë do qëndroj dhe do ndryshoj. Me kalimin e kohës është që unë pa pjekur, do ndryshoj, do lind një fëmijë, do heci përpara, unë do punoj dhe ai do punoj dhe. Pra, gruaja e parë e la Kastriotin për shkak të kushteve ekonomike. Po, ky I kërkonte lek, asaj thoshte më jep ndaj lek, ajo tha qendje për lek ti dha. Miru pafshin tha. Sa kishin qëndruar bashkë? Kishte qëndruar 6-7 muaj. 6-7 muaj. Zonja e ti punonte? Me thënë të drejtën nuk kam informacion. Nuk e informacion. Ti vetë zonja nuk e tentuar ta takosh, për ta pyetur? Nuk, jo, thjesht nuk më intereson. Kush ta tregoi që edhe zonjës së pari ka kërkuar lek, sepse ti thua që Kastrioti asnjëherë nuk ka punuar, dhe ky ishte shkaku që ju divorcuat. Pra, edhe shkaku I divorcit të parë ka qenë pikërisht kjo. Pra, e ke parë ti e para Kastriotin apo Kastrioti të ka përzgjedhur ty? Se ti vajzë punoja, unë jo më të orientova bisedën aty. Kemi shkëmbyrë në rrugë dhe në ndodhi një shikim, në fakt unë rash në dashuri me shikimin e parë, si I thë një fjallë dhe pastaj vajtëm marrëm numrat e telefonit, folëm pak në telefon dhe vajtëm një lokal tim një kafe. Ti si ke rezistuar këto 10 vite me një person që nuk punonte? Unë kam ekzistuar me mendimin që ai do ndryshonte. Vetëm kjo, më thoshe mami që hajde se ai nuk është për ty. Dhe unë thosha që vajzë është e vogël, edhe do ndryshoj, do e bëj që të punoj. 2 muaj njoje, me njëherë u fejove dhe u martove për njëherë? Po, për njëherë. Bërë edhe fejes dhe martes? Po. Ti kur e pe që ai nuk ishte as të ardhura të jepte një unas? Po ishte djalë I ri, do thashën do shkoj në Greqi, do e mbështesi njerëzit e mi. Pse kështu kishte thënë që punonte në Greqi? Po kishte qenë ca kohë andej nga Borozeri dhe
thoshte që kam punuar, me fjalët e tija, kupton. Kur shkuat dhe jetuat bashk, ai me kë jetonte? Me prindrit. Me prindrit. Çfarë të thonin prindrit e Kastriotit? Ato u benin 3, unë 1. Thoshin ato, lere djalin, le mos punoj, se e mbajmë ne, se kemi pension, kemi kështu. Mi po pastaj si erdhi vajza në jetë, kërkesat fillu në rritën, si në familje, si në... E kuptoj. Si i priti ai lindjet e fëmijëve? Fillimisht të vajzës, si e priti? Unë ka marrë lekë boqë të motra. Ke dhurata? Po. More lekë Do boqë? m'japish lekë se s'kam. Edhe thosha ti ndryshon, dhe nuk ndryshon. Nuk punonte, çfarë bënte gjithë ditën Kastrioti? Hiç thoshte të ruaj gruan. Do ruaj gruan? Po. Po për çfarë do ta ruante gruan? Si thoshte kështu, ja ishte xhelos. Po? Edhe thoshe unë do ruaj gruan. Thosha unë dil punon, thosha unë djene të fshat bukur për kalamaj. Po? Ai thoshe unë do ruaj gruan. Merresh gjithë ditën me filmime, me bante 20 ashtu ja këtu ja. Kur shkruaj një mesazh për njerëzit e mi, donte ti dinte se çaj shkruaja una, i veshin vetit, e kisha hap adresën do me thënë, çdo mesazh që vinte mua. Po, i shkon dhe ati. Kush e bëri këtë Si gjë? në Kastrioti pra. Ishte shumë i fanë, po që për telefona, për kompjutra, e kishte trurin elektronik. Po mirë, nëse kishte këtë tru elektronik si që thua ti, pse nuk vijonte të punonte në një dyqan celular sa hapte? Ishte dembel. Po, i kishte vetëm xhelozin kundër me që në çdo vend që u vija, ai ishte hije mbrapa. Alkita, po ti thua që ishte një dashuri me shikim të parë, që kishe njohur vetë këtë person. Po. Ti ishe më e madhe, se ta kuptoj që ishe më e vogël, mund të kuptoj arsyet e xhelozisë. Atëherë, në këto 2 muaj, ti nuk e njohe këtë Kastriot që më pas doli kështu? Si që ti po e përshkruan, se po më duket absurde, sikur jetoni në një realitet tjetër më duket. Dëgja, me mendimin gjithkohës që do ndryshoj. Se është i ri dhe do ndryshoj. Shiko, theksi kryesor i denoncimit tonë, po? Pastaj unë kam qenë gocë që e mbaja vete, nuk u dukja që ishe më e madhe se bashkëshorti, ndisha modën, por tani që jam në, si thuhet, më ka rënë halli mbi kokë, normal, më ka kap stresi, më ka kap anksi, depresioni i burrit gjithkohën, dhe unë nuk tregoja që isha me... Dhe Kastrioti gjithmonë ka pasur një dashuri ndaj meje. Edhe gjithmonë ishte xhelos për çdo hap që unë hidhja. Mirë, ti fokusin kryesor të denoncimit tënd në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, se ke telefonuar vetë redaksinë nëpërmjet kolegu tonë Julian Kasapi, duhet ta theksojmë se duhet jemi transparent me njerëzit. Jeni ju që kërkoni ndihmën e emisionit. Vetëm përpara pak kohësh ti je larguar nga fshati Këmishtaj, aty ku jeton Kastrioti dhe ke jetuar prej 10 vitesh. Si u largove? Jam pak emocionuar dhe... Mirë, ta lëmë pjesën e largimit se ndoshta ma tregon në dhurata, flasim edhe më qetë gjatë publicitetit. Dëshira ishte që ta tregoj vetë. Ja, një sekondë. Po për shkakun e dhunës, se ti thua dhuna pastaj, ka shiteje, pse të dhunonte, kur të ka dhunuar? Xhelozia, do me thënë, e bente dhunën më të madhe. Në sy të prindërve, në sy të fëmijëve? Po, dhe në sy të fëmijëve, gjithkohës. Madje dhe vajza që ishte në klasën e 3 dilte përpara, o babi mos e rrit mamën. Babi mos e rrit mamën? Po pse? Pse duhet të rrinte? Se vjen vonë nga puna, sepse unë... Kur dilje ti nga puna dhe kur shkojë në shtëpi, të lutem? Unë filloja punën në orën 7:30. Dhe Lia në orën 4:30 i binte. Ai thoshte pse vjen kaq vonë nga puna dhe priste të qendra që të merrsha lekët. Por unë lekët i merrsha një herë në muaj. Po. Në 2-3 herë pa ta thënë asaj përgjegjëses? Ai përgjegjëses, domethënë nusës pronarit që do më japësh lekët ti herë 15 ditë se kam fëmijë të vegjël dhe bashkëshorti nuk punon. O këtë jona, ke burr, ti më thoshte mua jo, Alketa, ke burr kam, thosha unë. Po pse s'punon? Po ja s'do të punoj. Ç'a ti bëjmë, thosha, jam mundur me të mirë. Çfarë punë ke bërë Alketa? Ndihmëse në kuzhinë. Ndihmëse në kuzhinë. Punoje në qytetin e Lushnjës? Unë kam punuar në Divjak. Në Divjak. Se atje kishin qytet. Dhe e merje në orën 7:30 punën dhe e lije në 4:30. Sa ishte vonesa nga lokali ku ti punoje? Në ban një orë. Një orë? Do me thëmë pa 10 minuta. Si të heste, si të ishin klientët rrugës që me është në linjë. Dhe aji do me thënë mase edhe minutat? Pa, aji prisë të thonë që të dua lekët. Për punës. Aji të prisë? A ta dha pronare një herë në 15 ditë rrugën? Më ndimoj 2-3 herë mua, jo, po pastaj. Nuk të ndimojte? Nuk i jipte dhe i të drejt bashkëshorti saja, se e kishin biznes privat dhe. Dhe thaj, gjithmonë kështu do merremi në thaj. U mërzit dhe ja, kupton?
Dhe ti thua që Kastrioti këtë gjë, këtë pakt, që se përpara se të shkojë në këtë punë, ti ke bërë një pakt me ta. Ke bërë një kontrat pune me këta njerëz. Jo, nuk bën një kontrat pune, se unë punoja 2 Po mirë, kontrat morale, bëje me këta njerëz, ai ishte në DNI, që kaq është rruga, kaq do punoj dhe një herë në sakt do merrja rrogën. Po, ja thosha unë aty. Po? Por ai thoshte kështu, unë dua lek për duhan, dua lek për aki, a në priste të qendra atje që sa të zbrisja në Orbanin, kapte për flokë, hoshe ndu lek. Si, në sy të qytetarëve të Divjakës? Po qëllonde. Po qëllonde. Anë të mishë. Ke bërë denoncim, Alketa, se këtë gjë nuk e kuptoj. Unë e mbuloja gjithkohën për gjithë të fëmijëve. Nuk doja që fëmijët e mi të rishin jetimër, pa baba. Thosha, inshallah do ndryshoj, inshallah do kthej. Nuk doja që fëmijët e mi të braktisë. Më vinte shumë keq për vajzën që ishte lidhur me babajnë. Edhe djali thotë çfarë bëj data do bëj edhe unë. Po mirë më falë, kur fëmijët e shikonin se si dhunohesh e ti, si ka mundësi, si trajton ta i fëmijët? Po me fëmijët mirë si dhe ai si të asgjë për të ngrënë. Po përderisa prindrit e atij thonin, djali të ri, sepse ja sigurojmë ne me pensionet tona, ai pse të kërkonte lek ty për duhane dhe për raki? Pse nuk ja kërkonte prindërve siç ka bërë gjithë këto vite? Ato thoshin, kur të kemi ne, dhe japim ne, kur të kesh ti jepi ti. Ato ishin 3 unë. Po ti kur e merrje rrogën, ku e çoje? Bleja mjelli, se beja bukën vetë. Po? Deturimet, drita, ujë, gaz, ndonjëherë gazën e mushnin ato, ndonjëherë jo. Ajo vjera i me 20.000 lek pension, vjetra mjerte. Po? Ndërsa ai vjeri ishte invalid, mjerte 120.000 lek vjetra. Po? Ai thoshte që unë kishtin marrë një boqë këta kur kishin në shtëpinë. Po? Edhe thoshte që do laj gocën në ato lek, nuk shpuste asnjë qendarë që unë të haja në familje. Çfarë do të thotë do laj gocën? Kishin bërë një selet shtëpie, bante 4 milion dhe i lidhte çdo muaj 100.000 lekë ja jepte gocës nga Divjaka. Pra, motra e Kastriotit i kishte dhënë para borxh prindërve dhe çdo një muaj ata merrnin 100.000 lekë dhe ja jepnin vajzës normalisht për të larë borxhin. Po, për të larë borxhin, që mos. Dhe ti, lekët që merrje nga puna jote, bëje këto shpenzime. Të gjitha. Mbuloja sakrificat e familjes. Po, i bëje në bashkëpunim me vjerrin dhe me vjerrën, besoj. Po. Pra, ata i dini se parat që ti merrje shkonin për të paguar drita, merrja, tregoja në tavolinë, do bëjmë këtë, do bëjmë këtë. Po pastaj lekët që te pronin ku shkonin? Po mbaja i 5 lekë, 10.000 lekë mbaja se mos moshë fëmijët natën nga temperatura, nga këto gjëra. Kështu e mbaja ta kisha për vetëm 10.000 lekë të vjetra mbaje për fëmijët. Çfarë do bëje në qoftë se temperatura darkave do t'i hipte fëmijëve, çfarë do t'i bëje? Do merrsha vetëm te dhurata. Do merrje vetëm tek dhurata. Po, te motra, s'kisha rrugë tjetër. Mirë. Unë shpresoj që gjatë hapësirës së parë publicitare të rimarrësh veten dhe të më thuash për mënyrën se si e larguar vetëm përpara pak kohësh nga familja, si e priti Kastrioti besoj largimin tënd, çfarë keni folur këto 3 javë që ti e larguar, të gjitha këto vetëm pas pak, por do dëgjoj edhe dhuratën motrën tënde se çfarë ka për thënë, se ti ke shkuar Alketa së bashku me fëmijët dhe ajo thotë që unë po mbaj motrën së bashku me fëmijët, por në kurrizin e nënës time. Të gjitha këto vetëm pas pak, me njëherë pas hapësirës së parë publicitare. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi në pjesën e dytë të emisionit. Kemi lënë bisedën me 44 vjeçare nga Lushnja me zonjën Alketa, nën e 2 fëmijëve, vajza 10 dhe djali 7, dhe jemi pikërisht tek momenti i përpara 3 javësh. Si hike nga bashkëshorti? Unë ika. Në darkë kërkonte për të ngrënë ai. Unë i thash u lava fëmijët. Po. Fëmijët i lava me kazan, me kallema. Mlodha druan neja. A pastaj u lava vetë, u nrofën 3 kazana ujë, lava dhe robat me dorë, me mledh druna për ferrat, shkarpa, edhe thash unë, kishte makarona aty, a i thoshte du gjellë tjetër, i thash unë s'kam tjetër, me raj në darket. Po? Pastaj me raj në darket mua i kalamaj të tremen, a në thoshte ikë. Thash unë po mire gjena i ditë punë ti, pak ti, pak una. Po deshe ri, po deshe i këthaj. Unë ky jam ta.
O, Alkita, ti thej që kam ruajtur familjen, apo jo, kam ruajtur fëmijët, dhe më duket sakrifica e çdo nënë shqiptare kjo që ti më thua. Më duken fjalë të përsëritura. Po njeriu respektin duhet ta filloj nga vetja. Ti e tërhequr zvarr në mes të divjakës. Në çfarë do lloj ambienti, në lushnjë, të gjithë e kanë parë se si e tërhequr zvarri ti, të paktën këtë që po tregon në studion e emisionit Me zemër të hapur. Të ka rrahur në sy të fëmijëve, të ka rrahur në sy të do me thënë, a ke pak respekt për veten tënde, kur ai të dhunonte për asnjë arsye? Po, nuk e ndaja do të vajzën sa do unë gjithë kohës. Vajza e kishte frikë, apo kishte dashuri për babain? Ajo kishte frikën më të madhe, se sa dashurin. Po pra, se ti thua ishte shumë e lidhur me babain. Ajo kishte frikë babain, sepse të dhunonte ty. Nga frikë, më dhunonte mua, dhe ajo kishte frikë. Dhe tani prap. Po mirë, para 3 javësh ti ke ikur nga shtëpia bashkërtore, nga banesa, nga krevati bashkërtor, nga familja jote. Pra e braktise kastriotin dhe shumë mirë ke bërë. Por ti një natë më përpara e dhunuar, më rrahuthe. Pas gjithë asaj lodhje, si kur jetojmë në 2025 në mesjet. Unë nuk e ti që të mbledhësh shkarpa, se Lushnja është një qytet i konsiderueshëm me të ardhura. Dhe me banesa, si është qytet apo me rrethina të varfra, shu ka edhe njerëz të pasur. Por të mbledhësh shkarpa, të ngrohesh ujë, të lash vet, të lash fëmijë, të lash këto nuk kanë qenë as përpara viteve 90 jo, në fshatrat më të Unë kisha dritaret me plasmas. Po e ti, e kisha çdo dritaret, vesh bësh foto atje se unë rrobat i kam marrë akoma. Unë nuk isha një banjo për t'u larë. U laja në banjon jashtë që beshin pisë të gjithë. I kam shtëpiat me beton të bashkëshorti atje, të ish burri. Nuk kisha, të gjitha dritaret e mia janë me plasmas, vetëm një derë kryesore, dallapin e kisha të shkatruar ma dha kunata nga divjaka, që mbaja rrobat e mia dhe të fëmijëve. Të gjithë atje nuk ke se ku të hedhesh sa janë beter, se bashkëshorti nuk punonte dhe nuk vinte një plaçk në vit. E qartë, Alkita, por herën e fundit përpara 3 javësh, pse nuk ju drejtove policisë shtetit? Shkova në divjak, po? Më bëra një denancim, ato më dhanë urdhër mbrojtje për 1 muaj. Përpara 3 javësh? Po. Dhe ti ke urdhër mbrojtje vetëm për 1 muaj? Se ai kishte shok paga shumë ato, se i njite, se shok pa shok ti e ke marrë urdhrin e mbrojtjes. Po. Por urdhër mbrojtje për 1 muaj nuk isha dëgjuar më parë. A që kanë dhenë ato, për 1 muaj. E qartë. A që kanë dhenë. Unë se kam, po këshu. Si ike, në momentin që ike, more fëmijët, mblodhe plaçka dhe ike, apo jo? A i e pa? Unë ika. Në një farë mënyrë të ka përzën, Alketa, apo jo? Se të tha ik. A i me tha ik. Po, a i më thoshte ik dhe unë atë ditë e bëra këshu mëgjesët. Ika unë, vetëm. I thash, do iki të puna. Po. Kisha frikë t'i thosha fëmijëve që t'u marë, se ato nuk vishin, kishin frikë t'jatin edhe do t'remshin. Vajta në takova motrën time, kam një motrë tjetër. Vajta në komesariat dhe i thash këtu, i thash unë, ma theu dhe telefonin, burri, ma hodhin tokë, i ndryshova ekranin 30.000 lek vjetra mi dha motra ime. Qartë. Edhe këshu vajta në polici më thanë, do presesh, do vidhe kastrioti, bëm ballafaqim. A i thoshe unë nuk dua që kjo të prish familja, thosht aj. I tha vajzës, më tha ndarkët pastaj, ne ta kam ne gjithë ditën në komisariatin e divjakës. I thosha më sill një fëmijët që ti marrë për ti këtë mami. Nuk mi sollën. Pritë thanë ato do bëjmë ballafaqimin në ndarkët dhe më thanë policia divjakës shkon në banesën se të presin kalamajt. I tha vajzës ky, Kastriot Mango, i tha, thuj mami të vi se nuk e ra. Vajta unë e shkreta, me kapi më e grua me të rahur, me spat. Ishte motra, se tha motra, po që se do të raj, do mbroj unë, do thres policin. Ato policia divjakës nuk mershin masa për këtë lloj njeriu. Me futën atje, thoshin ikë se do të ashu, mos kishe qenë motra, unë dhe isha therë me spat e me thika e me gjitha. Pra, ishte dhe i pira, po me sopate dhe me thikë. Edhe kur ike me Fordin e policisë që me morën mua dhe kastriotin të banesa, kastriotit në rrugun, se nuk pranuan atje, sa vajta atje me raj, më ndoqi për të mbrahur me spat. Të gjitha këto i ka në komisariatit divjakës? Po tani, se i ka, unë nuk di, haber. Unë e di këto kam ashtuja. Si i more fëmijët? Si erdhën fëmijët me ty? Se ti sot je bashkë me fëmijët. Vajta në komisariat, më tha, i këtë fëmijët, thanë, policia.
vajtat të fëmijët unë, a i më ndoj që një me një njëri ka që dhunshëm që të ndjek me sopat edhe me thik. Si mund të shkoj e ti? Që shtu versioni nuk të reh me, thoshin ato. Nuk të reh më? Aty që të ka rrahur më parë? Po, ata nuk të reh me, se s'ke shej, jam thoshin mua ato, shefat atje. Ke shej atje, po, mraj mu, më shkiti vlog, më shtiti me shjel, ma e thoshin nuk e shej jam fytyrë. Kjo ka ndodhur vetëm për para 3 javësh? Po, edhe vajta atje në shpi, a i më rahi mua, më vajta prap nesme në komisariat, i thash, me jip një fëmije tiki të mami, se unë banes ati nuk shkoj me, se nuk kam besim me, se më re. Ato thoshin shko, pas taj ka marrë një psikologe nga Divjaka, edhe i thash asaj, më ndihmo të marrë fëmije tiki të mami, dhe nuk kam marrë as një plaçk, të gjithë robat e mia i kam në shtëpinë e Kastriotit. Mirë. Edhe librat, mi ka prur librat e fëmijëve, se i ka marrë fëmijët, ka marrë një hyrje me qira në Lushnjë, edhe fëmijët i kanë futur në shkollë, nuk i kam lënë pa shkollë. Dhe vetë janë pa punë. Ne kuptoj. Sepse jam marrë me fëmijët, mi qurë, mi marrë. Qartë. Mirë, kjo ka bërë që edhe dhurata motra jote të jetë në studio, sepse gjithë lekët e shtëpisë së saj, thotë nënës së saj, po jepen për të ndihmuar ty dhe fëmijët e tu, dhe kjo nuk mund të zgjasë pafundësisht. Përpara se ta dëgjoj dhe dhuratën përse të mbështet sot, dhe sa në dijeni ka qenë familja jote për gjitha këto tortura 10 vjeçare, më lejo të marr pak Kastriotin dhe të shikojmë se ç'version ka ai në lidhje me ikjen tënde. Normale. Jo vetëm me ikjen, por edhe me dhunën. Shpresoj që të përgjigjet Kastrioti. Po, them se po. Ja, të shpresojmë. Të dëgjojmë dhe versionin e tij, jemi këtu për t'i dëgjuar gjitha palët. Në këto 3 javë ti nuk ke asnjë komunikim me Kastriotin. Ky është komunikim. Flasin fëmijët, shtun të djeli qoj atje. Po. Ti vetë si flet me Kastriotin? Unë thjesht vetëm si edhe. Okej. I merr fëmijët, i blen vetëm një mol të 200 lekëshe. Është më mirë kështu? Ky komunikim është më i qetë Kastrioti ka shiteje? Thjesht se ka reaguar tani për fëmijët. S'ka thënë gjë me. Në këto orë zakonisht ku është, sepse po shikoj që nuk po e hap telefonin. Pa punëri, në base mund të këtë gjithë në i ditë punë, se i herë një javë del punon që lanë borgjët e veta, ndoshta. Merë edhe borgje. Shumë pa punëri. Borgjet kush ja lanë Kastriotit? Vetë apo ti? Ja laja unë. Ja laje ti. Po Vjera, çfarë roli kanë në marrëdhënien tënde me Kastriotin? Vjeri vdiq, po bën 2 vjet. Vjera është tani. Më vjen keq. Mirë, Kastrioti nuk përgjigjen, ndërkohë që do doja të pyesja pak zonjën Dhurata dhe dëgjoja të ftuarat e mia. Dhurata, ju si motra, si familje e Alketës, e keni ditur gjendjen e saj? Ne sigurisht që kemi ditur gjendjen e saj, ka qenë gjendje tepër e vështirë dhe më ka prekur shumë që në fillim të vajzës, ta nuk gjej dot punë, nuk bën dot lek për lindje për vajzën, i dhash për vajzën, i zën lek borxh që e solli vajzën në jetë. Pastaj solli djalin në jetë, i dhash dhe për djalin, prapë njëjta gjë nuk bante dhe për djalin, i dhash dhe për djalin, 200 për vajzën, 200 për djalin, vajtën 400. Pra, gjatë gjithë kohës e mbanit ju me para për shpenzimet ekstra, mund të themi. Dhe pastaj doshin e i kërvat për djalin, i dhash prapë dhe 300.000 lek për kërvatin, vajtën 700.000 lek. I kam dhënë dhe 300.000 lek për banjën, se u lashin ishin kushte tepër të vështira. Ra dhe thash, rregulloni të banjën, ca po të japën, thash rregulloni banjën se bulasin jashtë. Edhe e njëjta gjë është që s'kan as dush, as lavatrice. Dhurata, a je përballur ndonjëherë me Kastriotin për t'i thënë që ne nuk mund të vazhdojmë dot duke dhënë para? Ka qenë e pamundur, më ka sharm, ka ofenduar, motrën tjetër ka qenë zvarr. Dhe kështu që më ka Kastrioti me pensionin e nënës, që nëna vuan një sëmundje shumë të rëndë sot, më ka 1 milion lek. Gjithsej. Nuk kuptoj. Edhe nëna ime është apeluar 2 herë, një herë me 2020, një herë ishte apeluar në një spital privat të Bollona. E kam dhe foto, mamë. Pra 1 milion lek t'i ka Kastrioti? Po. Edhe di dhe oficeri policisë, Gent Rika, e di dhe Vasilaqi, që është punonjës policie, dhe Astrid Bushi. Ti e di që motra është dënuar, që policia e Divjakës i ka thënë këto fjalë që shko se nuk të rre, nuk e bën më. Kjo nuk ishte dënuar vetëm një herë. Kjo nuk ishte dënuar vetëm një herë, kjo ishte dënuar gjithë herën për 10 vite. Pse keni lënë aty? Kjo e mbronte. Gjithnjë e ka mbruar, nuk e ka treguar asnjëherë të vërtetën. Kur e mësove ti si motor? Unë i kam pas ditur. Nga i dje? Me 20 shkurt, kjo ishte dënuar dhe i kam fol me vllajin, 20 shkurt vjet, jo si mjetë, se si mjetë s'ka ardhur, dhe i kemi thënë dhe për lekët dhe të punonte, ky ka marrë një urdhër mbrojtje për vllajin tim. Motra ime nuk ka treguar atë që ne i kemi borxh
lekët atje që kur i shmarë urdhën mbrojtjes, nuk i ka mohuar të gjitha, nuk ka thënë që unë mami, të unë i kam 1 milion lekë borxh të vjetra. Po i ka mohuar, ka thënë që unë jam mirë me burrin, e kaloj mirë dhe nuk dua atë shu. Ti ke parë shenja Alketës? I kam parë. Po pse nuk i ke bërë foto? Pra, do të thotë që Alketa në polici ka shkuar edhe me shenja. Vetëm herën e fundit flasim që nuk ka shenja. Kjo nuk i ka treguar, unë telefonin e kam kështu dhe nuk kam se t'ja bëj fotot Alketa. Jo, më shoh që ke një telefon të thjeshtë. Por, ja, një sekondë, Alketa ta mbaroj me dhuratën. Të lutem, unë shikoj që ti ke një telefon të thjeshtë dhe nuk ke pse justifikohesh. Por të paktën, t'ja mbushje mendjen që ajo të respektonte veten, se nuk mund të merret zvarr në mes qytetit Divjakës, sa zbriste nga autobusi apo në çfarë do lloj mjedisi publik, por edhe në mjedisin familjar ai nuk ka pse dhunohet. Ajo ka borxhe akoma atje, ne kishte vajtëm ne për të marrë asaj ta motra, tha që kishte borxhe dhe kishte shumë e mbyllur, nuk i tregon, nuk tregojte, vetëm ku i kishte thënë ai që kur dilash të borxhet, i kishte marrë kostumë fëmijëve të mënda atje në këmishtaj. Atëherë, Alketa, çfarë duhet? Doja të thosha këtë, që unë i kam mbuluar të gjitha familjes time, nuk doja se thosha kështu, po ja do ndahem unë. Për shembull, nga Kastrioti. Do marr rrugën që do ndahem. Po qa do bëj? Goca në klas 3, që unë në klas parë, do punoj, do gjej një shtëpi me qira, apo do kujdesen për shkollën e fëmijëve? Ja del ban Alketa, po edhe ashtu nuk mund të qëndrojë dot e dhunuar. Unë e di që baba për ato fëmijët nuk bëhet askush, por ti mund të bësh shumë mirë edhe rolin e babait dhe rolin e nënës. Po s'kisha lekë të merrsa një shtëpi me qira, nuk kisha lekë. Sa ato lekë si kisha unë i hashin bukat toja, edhe bashkë me fëmijët. Ku të gjeja unë gjeta një shtëpi në Divjaka i tha du 200.000 lekë, si? Është punën në restorant, pse e ke lënë? Po e lash pra se bashkëshorti im thoshte dua lekë herën 4-5 ditë, vitet e puna, ai tha po që e kështu tha ai nuk më mbante asnjëri më. Pra ti thua që një shtëpi me qira në Divjak është 200.000 lekë? Po. Nuk e gjetur, domethënë, paktën një dhomë, derisa të ri më këmbësh. Po paktën doja një dhomë, një kuzhinë. Si grua e dhunuar, ti ke shkuar, ke kërkuar ndihmë? Jo, nuk u përgjigj Kastrioti. Po i bim vazhdimisht, por nuk përgjigjet. Të shpresoj që mos e bezdisim. Kastrioti thot dhe në gjyq nuk vi, thot. Ti që hape divorcin, thot, dilin ban. Le mos vi, qa ti them? A ke shkuar tek Bashkia e Divjakës për të kërkuar ndihmë? Kam shkuar, ato më një thonë... parë sociale, një bonus qiraje? Ato më thonë mua, po nuk mbarove divorcin, që ta sjellësh këtu, ne nuk të ndihmojmë as me një lloj gjeje. Unë jam 4 rrugët. Pra, derisa të bëhet procesi i divorcit... Unë s'kam 10.000 lekë sot, hanga lamajt bukë. Nuk kam fare, jam zero. E në sot kam marrë me makina rastin në emision. Ato lekë si pata 10.000 lekë, ato mu prishën, bleva në gjaj për fëmijët, i qoj shkolli ma. Tek nëna jote përkohësisht nuk mund të rishë, të punosh, të mbledhësh disa parate më pasë, se ne kemi edhe një numër llogarie në fakt që njerëzit edhe mund të kontribojnë. Po çfarë duhet bëj? Po ne kemi regjistruar fëmijët në shkollë tani, atje në Lushnjë. Në Lushnjë. Në Lushnjë nuk mund t'i drejtohesh Bashkisë së Lushnjës, Këshillit Bashkiak. Po këtë më thonë mua ato. Çfarë të thonë që duhet të bjerë letrat e divorcit që të lanë gjysmën në qira. Po deri atëre, çfarë duhet të ndodhi? Derisa të mbaroj divorci, se divorci nuk mbaron me një seancë. Do të ndihmojnë, thonë ato, lidhemi 30.000 lekë kështu. Si quhet kjo, ndihmë sociale që? Mirë, gjithsesi, për gjitha këto që ti tregove, Gjeni, e filloj me ty dhe më pas me Eksenën, se më duhet të lidhe merë pasere dhe me zotrin. Shpresoj që ai të më telefonoj, por deri tani asgjë. Po. Ka rastin e fjalë, po kupton që dhuna prek këdo dhe sa vine bëhet dhe më agresive. Sa do që janë bërë ndryshimin e ligj, sa do që janë bërë pjesë të konvetave dhe ndërkombëtare drejtave të njeriut, në çdo rast që ne hasim dhe sa vine shtojnë rastet e dhunës. Përse përket faktit të rastit në fjalë, është një dhunë e cila është e vazhdueshme dhe është ajo pikërisht e problematikë që ne ngrejmë në çdo moment, që dhuna që në momentet e para nuk duhet të soportohet. Për te faktit që keni fëmijë, për te faktit që keni gjendje të vështira ekonomike. Rritja e fëmijëve në mjedise të dhunshme bën fëmijë të dhunshëm, bën fëmijë me problematika shumë më të mëdha. Në fakt, shikojmë që në rastin e fjalë nuk janë marrë masat, përsa i përket dhënies së deklaratave në polici. Zonja konfirmon që ka dhënë dëshmi që është dhunuar, por kjo dëshmi nuk është marrë parasysh për ekzekutimin dhe marrjen e masave ndaj personit cili është subjekti veprës penale.
Nuk e dim arsye se si ka vepruar bashkia për dhënien e ndihmës ose jo, komisariati se si e kanë shqyrtuar këtë rast, sepse që në momentin e parë që bë një denoncim për rastet e rrëdhunës, nuk pritet më urdhri i menjëhershëm derisa të shurtohet nga gjykata, por është vetë policia e cila merr masat paraprake për zhvendosjen e personit i cili është personi që ka kryer veprën penale të ushtrimit të dhunës nga ambienti. Por, me sa duket kjo mas nuk është marrë dhe me sa duket as nuk është referuar si rast në prokurori, që të paktën zotëria t'ishte larguar me forcë dhe mos vazhdon të ushtronte dhunën në cilën zonja për referon. Po pra, pse ka nga banesa Alketa dhe ka gjetur këtë zgjedhje të shkojnë në punë, mos e thotë që unë po të lë. Sepse nuk janë marrë masat nga policia. Dhe ka dhënuar. Okej, për te fakti që ta kanë jetuar në gjendje të mjerueshme, ajo pak ka qenë një ambient të cilin kjo nuk e paguante. Por të paktën jetonte aty me fëmijët dhe duhet ishte larguar abuzuesi, sepse në një nga masa shtrënguese që është bërë për dhunë në familje, është që personi i cili dhunon largohet nga banesa dhe është kusht i parë. Dhe në momentin që ky person largohet dhe merr dhe masën e caktuar ligjore, nuk përfiton ulje dënimi, ose zonja në fakt, në fjalë, dhe pse ka bërë denoncimin dhe pas normalizojë marrëdhënien nuk mund të heqë më këtë denoncim. Pra më bërë disa masa shtrënguese, por që në rastin e fjalë nuk është marrë asnjë lloj mase për të ardhur në ndihmë zonjës dhe kësaj familje e cila sot po kërkon ndihmë dhe fëmijët të cilët janë rritur në këtë dhunë dhe në këtë gjendje traumatike. Ke dëgjuar ndonjëherë që ka urdhër mbrojtje 1 mujore? Atëherë, urdhrat e mbrojtjes ka një masë të caktuar e cili nuk mund të jetë më shumë se 12 muaj. Pra ky është kufizimi ligjor. Po ku është minimumi se maksimumin e dim? Atëherë, minimumi është në bazë të dëshmive të dhënë nga persona dhe sa i dhunshëm ose sa i rastit mund të jetë fakti që personi do ushtrojë dhunë. Pra është vlerësimi i cili bëhet nga gjykata për të arritur dhe në gjendje që do të marrim masën e urdhrit të mbrojtjes. Nuk ka një minimum, ka një maksimale e cila nuk mund të jetë më shumë se 1 vit. Por, në bazë të caktimit të ditëve të masës të kësaj mase, përcaktohet nga dëshmia dhe nga gjendja në cilën është personi. Po fjala e policisë së Divjakës ktheu se nuk të rre më. Pra, kjo është një shkelje, pra ne thamë, ne kemi aderuar në konventa për të mbrojtur drejtat e njerëzve dhe për të mbrojtur nga institucionet rrethpar. Dhe kur ne nuk arrim të mbrojmë personat nga vetë institucioni i parë, i cili është komisariati i policisë, atëherë çfarë mund pretendojmë në shkallët e tjera të gjykimit? Pra, dhuna në familje është një dhunë e cila nuk mund të parandalohet. Është e pamundur të parandalohet, po të paktën është ajo dhunë e cila zbulohet më shpejt dhe merret më shpejt masa për ta normalizuar si gjë. Por me sa duket në rastin e fjalë nuk është vepruar. Nuk vepruar që në stepet e para. Është se isha shumë e vëmendshme për të marrë edhe reagimin e psikologës kur Alketa tregon edhe negocimin e vajzës 10 vjeçare. Hajde ktheu mam se babi nuk do të rraj më. Pra, premtimin që një 10 vjeçare bën përkundrejt të nënës. Hajde se babi nuk të rre më, dhe kjo është më absurde nga çdo detaj dhe pash me njëherë reagimin që bëri psikologja klinike Eksena Qirici. Pasojat e kësaj dhune i vuajnë fëmijët, por edhe personi i cili e ka në kurriz këtë lloj dhune, qoftë fizike, qoftë emocionale. Të gjitha këto do t'i tregojmë vetëm pas pak nëpërmjet komentit të psikologës, por nuk ka mbaruar ende në komentin e saj avokatja zonja Gjeni Londo. Më pas dëgjojmë psikologën tonë klinike Eksena Qirici. Publicitet dhe rikthehemi njëherë në studio. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit, përpara se të marr edhe një herë përfundimin e komentit të avokates zonjës Gjeni Londo dhe komentin e psikologës Eksena Qirici. Të gjitha jemi me telefona në duar, jemi duke punuar për t'i gjetur ndihmën sa më të shpejtë Alketës 44 vjeçares nga Lushja, ndërkohë që gjatë hapësirës publicitare dhe gjatë pjesës së dytë të emisionit më mori një numër dhe konfirmova pikërisht me Alketën një numër tjetër, jo ai që telefonuam, që mund të jetë e zotit Kastriot. Të shikojmë dhe të shpresojmë se unë kam pyetur se kush është, por që nuk kam asnjë lloj përgjigje në këto momente. Atëherë linja delezën. Gjeni, përfundojmë me një herë
komentin tënd për të kaluar tek psikologja, me sa duket edhe ajo është në proces pune për ndihmuar Alketën, por në këto momente do doja nga regjia të më vinin në strishën. Ky është numri i llogarisë për gjithë ata shqiptarë që po na ndjekin si brenda dhe jashtë kufinjve, që duan të ndihmojnë Alketën. Është numri i llogarisë që i përket Alketës, 44 vjeçares. Në këtë numër llogarie mund të kontriboni sa të doni dhe sa mundësi ju të keni, ndërkohë që i bëj thirrje edhe një herë bizneseve në qytetin e Lushnjës. Kjo zonjë 44 vjeçare kërkon një punë fare të thjeshtë, një sanitare, çfarëdo lloj pune, ndihmës në kuzhinë. Pra unë e di që qyteti i Lushnjës, bashkia e Lushnjës mund ta ndihmojë këtë zonjë 44 vjeçare që të arrijë të paguajë qiranë e shtëpisë, por edhe të mbijetojë të paktën për të mbajtur ata 2 fëmijë derisa të vijë edhe procesi i divorcit të përfundojë, sepse është divorcuar prej 3 javësh. Atëherë, Gjeni, më duhet ta bëja këtë lajmërim për gjithë ata që na ndjekin, më thuaj. Atëre, gjatë intervistës dhe dëshmisë që dha zonja, frika sa më e madhe ishte fakti se si dhe do zgjedhin fëmijët dhe me kë do rrinë. Atëherë, momenti që bëhet një padi divorci, janë disa elementë që quhet ana objektive ose objekti vetë kërkesës padis, cili ka të bëjë me ndarje midis bashkëshortëve, përcaktimin për rritje dhe edukim të njërit prej bashkëshortëve, pagimi i një pagese mujore të bashkëshortit tjetër i cili nuk e ka fëmijë për rritje dhe pjesëtimi pasurisë në momenti që kanë një pasuri. Gjithashtu, merret edhe masat e përkohshme ku qëndron në banesën bashkëshortore nëna bashkë me fëmijët deri në momentin e zgjidhjes së martesës. Atëre, zonja mund të drejtohet direkte avokatëve të cilët janë pa pagesë në qytetin e Lushnjës për të nisur procedurën për sa i përket divorcit. Alo? Përshëndetje, me zotin Kastriot doja të flisja. Kërkoj zotin Kastriot, më telefonuat pak më përpara dhe në këtë numër telefoni del Radio Divjaka. Dua të flas pak me zotin Kastriot. Kemi marrë një rinë, pa që është një gjumë, do sa është për vetë, më ta kaloj, po dhe nuk kemi marrë gjë një rinë, po ta kaloj. Kush është zotin Kastriot desha? Kastriot Mango? Pak, nuk është Kastriot, është Grigor. Grigor, okej? Ja, njështë të ka të registruar Kastriot. Okej. Po, ma jep. Po ju kush jeni që përdorni këtë numër? Si? Ju kush jeni që përdorni këtë numër? Mbesa e si. Si? Mbesa? Jam Mbesa. Okej, unë të falenderoj. Atëherë po presë të flas pak me zotin Kastriot, sepse i rash numrin të tij të telefonit dhe më pas më ra ky numër, që me sa duket shënon të Radio Divjaka dhe i përket zotit Kastriot. Ju thoni quhet Grigor, gjithsesi mua më duhet të flas pak me të. Po, ja, është këtu, gjyshi. Okej. Gjyshi, nuk e di, mos ke shtypër, mos ke marrë një në telefon. Ka marrë dikush në telefon, do të flasësh pak? Te gjyshi nuk ndigjon mirë. Jo, unë në fakt doja zotin Kastriot Mango. Të lutem, doja zotin Kastriot Mango. Kastriot Mango, në fakt, nuk është emri i tij. Mirë, gjithsesi, ne mbesim bashkë në kontakt dhe në fakt kërkoja tjetër person. Atëherë, Alketa, gjatë transmetimit marrin disa numra. Ne konfirmuam bashkë këtë numër dhe thash model Radio Divjaka nuk besoj të jetë rastësi. E kupton, po flasim për Divjakën, nuk e di, zëri i vajzës në telefon? Jo, vajza është... Një herë po hoj dhe një herë më hoj. Jam Besa, tha. Vajza është në shkollë. Jo, tha jam Besa. Ku kjo s'kam Besa, dhe i ka jashtë. Gjithsesi. A i ka në Greqi? A i ka në Greqi, okej. Mirë. Ndërsa motrën e ka në Itali. Okej. Atëherë të shpresojmë që të ketë qenë rastësi dhe të marrim zotin Kastriot. Ndërkohë e përfundojmë bashkë, dashur. Patjetër. Atëherë, doja të siguroja zonjës që për vetë problematikën që tregon babai i fëmijëve, një fëmijë, një zotëri i dhunshëm, i cili nuk ka aftësi të punojë dhe aftësi për të mbajtur familjen, nuk mund të jetë personi i cili mund të marrë kujdesarinë e fëmijëve. Për këtë e dashur zonë nuk mos u shqetëso, gjykata ruan gjithmonë interesin më të lartë të fëmijëve. Dhe kujdesaria e fëmijëve, duke qenë se janë dhe të mitur, në prezencë e psikologët ato të pyeten se me kë nga prindit duhet të qëndrojnë dhe jam e sigurt që duke qenë se janë dhe minoren, gjykata do vendosi që
fëmijët të shëndrojnë me juve. Dhe zotëria duhet pagua një detyrim ushqimor, i cili është një minimum që janë 100.000 lekë të vjetra për secilin nga fëmijët. E ka detyrim me vendim gjykate për të punuar dhe për të siguruar këto të ardhura. Dhe në momentin të jepet dhe vendimi i formës prerë, ju mund të kërkoni në bashkinë e Divjakës dhe të Lushnjës ndihmë sociale për të strehuar në një nga banesat sociale. Sepse vetë momenti që krijohet ligji i dhunës së familje ka si fokus të tij përveç faktit të parandaloj, por dhe gjithashtu të japi asistencë për viktimat e dhunës. Dhe asistenca është ndërmjet krijimit të institucioneve sociale të cilat janë në çdo bashki dhe japi suport për këto persona të cilët kam pasur episode dhune dhe me vendim gjykate është konfirmuar dhe kjo gjendje. Derisa të niset procesi gjyqësor, të gjitha të ardhurat gjyqësore do t'i takojnë zonjës për ngritjen e padisë, pagesën e psikologut, por edhe pagesën e avokatit mbrojtës dhe unë nuk e di kush i merr përsipër të gjitha këto shpenzime. Atëherë, për avokatin do t'i drejtohet asistencës falas, e cila ndodhet në çdo rreth dhe i nisin procedurat për sa e përket mbarvajtjes së divorcit. Për sa e përket faktit këshillimi psikologjik, mendoj që në çdo shkollë është një psikolog i cili mund t'i orientojë fëmijët. Psikologin e procesit të divorcit. Se është një pagesë që marrin, janë profesione të lira dhe marrin një pagesë. Patjetër, shpresojmë që siç është lista në fakt e avokatëve, është dhe lista e psikologëve, të cilët japin këtë suport në gjykatat në Shqipëri. Mendoj që njëjta gjë do të veprohet dhe për rastin e fjalë, gjë se zonja nuk ka mundësi ekonomike për të paguar asistencën ligjore dhe atë psikologjike të fëmijëve. Dhe më vonë, pastaj me vendim të formës prerë. Po edhe kërkesa që depozitohet në gjykate ka një tarif. Ka një pagesë të vjetër prej 40.000 lekësh, por besoj që duke qenë se ka ndihmë sociale prej 30.000 lekë që është lidhur nga bashkia, këta persona përjashtohen nga këto taksa dhe besoj që dhe kërkesë padia nuk do përpiloj kërkesë padin, të tregoj që merr një asistencë nga bashkia e Lushnjës dhe nuk paguan asnjë taks. Dhe nuk paguan asnjë taks. Persona të cilës kanë një taks. Kërkesa merret parasysh nga gjykata e Lushnjës dhe fillon kështu procesi gjyqësor i cili do vazhdojë në bazë të procedurës që ka. Do kërkojë një asistencë ligjore falas përsëri nga avokatët e ndihmës falas, i cili është në çdo gjë është falas. Mjafton që të ndjekë hapat që ti këshillove. Patjetër, të shkojnë në ndihmën falas ligjore dhe atë psikologjike për fëmijët dhe të nisi procedurën dhe për marrjen pas kujdesarisë fëmijës dhe për përfitimin e pensionit ekonomik që duhet të lidhet dyre fëmijëve, që është një shumë që ata zonjës në 100.000 lekë të vjetra minimumi që përcakton gjykata. Zotëria duhet të gjejë mënyrën për të punuar dhe për të dhënë këtë kontribut. Qartë, derisa të arrim tek kontributi, ekzekutimi i vendimit gjykatës, kemi punë përpara. Çështja është, fillojmë hapat e para se Alketa është nga ato që ka 3 javë që është larguar nga shtëpia e saj. Ka marrë me qëra një banesë në qytetin e Lushnjës, nuk e paguan dot, nuk ka nisur një punë, prandaj edhe një herë bizneseve në qytetin e Lushnjës që po na ndjekin drejt për së drejti në televizionin News 24, ju lutem, mund të kontaktoni menjëherë me Alketën ose na kontaktoni ne në numrin e celularit 069 20 37 000 në gjitha platformat tona, në gjitha rrjetet sociale. Menjëherë redaksia do t'ju përgjigjet dhe do t'ju vënë në dispozicion numrin e Alketës dhe për gjithë shqiptarët kutojnë që ndodhen, ky numër llogarie i përket kësaj zonje me kontributin tuaj mundet që gjithë secili nga pak të paktën t'ia dalim ban derisa të fillojë edhe procesi i divorcit. Alketa e parë që kërkoje fjalën, se më duhet kaloj tek Eksena e cila nuk ka folur ende. Dëgjova atë avokatën, se sa po më tha që duhet bashkëshorti të gjejë një kontribut të punoj, por ai thot me merren mend, është me anami zemre, është i smur dhe. Shiko, Alketa, ato do ta vendosi gjykata, ato i thash edhe zonjës, të lutem. Ti mos mendo se çfarë pretendimesh do ketë ai në gjykatë. Por derisa thot që unë nuk do vi, pra nuk do përfaqësohet në gjykatë, as vet nuk do vi. Nuk i man dot fëmijët ai. Jo, nuk e kuptove avokaten. Shteti, gjykata do t'i vërë atij një pension i cili do t'i paguaj fëmijëve. Se për ndryshe ka sanksione të tjera dhe ti mund t'ja marrësh në rrugë të tjera. Unë shpresoj që ai ta japi vullnetarisht. E di sa punë ke deri tek pensioni që do t'i japi fëmijëve? Nuk do t'i marrë ai fëmijët. Fëmijët do të takojnë ty, besoj unë, nga gjykata. Çështja është që ai do paguaj pension për këta 2 fëmijë. Dakord? Po deri atëre ka shumë punë, Alketa. Mua më duhet të zgjidhim çështjen dhe momentin në cilin ti ndodhesh. Unë punoj dhe ndihmëse banakere, dhe kuzhiniere, dhe sanitare, një punë për të nxjerrë në jetë fëmijët e mi, ju lutem.
Okej, do ta bëjmë të thirrje bashkë, ka dalë pasere numri i llogarisë, është një numër llogarie në emrin tënd. Alketa, gjithsesi, mos u dëshpëro, ta dëgjojmë edhe pak psikologen se ajo që më the gjatë hapësirës së dytë, publicitare ishte Trondice. Ju lutem, më ndihmoni, fëmijët janë bërë agresiv. Kur thua fëmijët janë bërë agresiv, Janë bërë të dhunshëm. djalë apo vajza? Të dy. Të dy të dhunojnë ty? Jo, Apo një tjetrin? Thjesht të hedhin shapkat kështu fiu. Nuk dëgjojnë, keqen mami se ish pallat këtu. Nuk dëgjojnë, i kujtohen ato skemat që kemi bërë ne me bashkëshortin, edhe ashtu janë bërë dhe fëmijët. Okej, përsërisim pra të njëjtat sjellje si të babait. Si ato që kisin flokët, si që rifta i madhi, janë bërë në kalamajtën. Pra, në qoftë se ti do ngresh zërin për të vendosur rregull në pallat, Jo të përtas shumë, për t'i kuptoj. ata të shkulin flokët ty. Si 10 edhe 7 vjeç. Djali, ë? Djali gjunë në shjelma. Nuk kanë Është e ndryshim. kuptueshme, prandaj edhe Eksena pati një reagim kur vajza tha që mami ktheu në shtëpi se babi nuk të rre më. Eksena. Është Trondice ta dëgjosh, ë? E gjithë historia në vetvete është Trondice për shumë aspekte, e Vispa, në mënyrën si e konceptojmë martesën, si shpresojmë të ndryshimi në martesë, si duam të zgjidhim më të mirën e familjes, që edhe në mes vuajtjes zgjedhim të kërkojmë ndihmë dhe marrim disa përgjigje në kontekstin e mbështetjes që të trondisen edhe më shumë. Dhe dalim prapë në përfundimin që është shumë e vështirë në Shqipëri të kërkosh ndihmë për të dalë nga cikli i dhunës. Sepse dhunohesh, pra sa po del nga familja, e cilën të ka dhunuar në të gjitha format, ti del profesionalisht për të kërkuar ndihmë dhe dhunohesh edhe në forma të tjera. Dhe ajo çfarë është më e vështirë është me të drejtë shqetësimin që nëna ka, pra përveç vetes saj, e haron veten e saj dhe thot fëmijët ja bërë agresiv. Sigurisht që agresiviteti tek fëmijët është një nga forma për të treguar që ata po vuajnë. Pra përveç se ne i japim interpretimin që është modelim, i asaj çfarë kanë parë, është dhe një vuajtje e tyre, që do të thotë ndihen keq, kanë emocione tepër të forta brenda vetes tyre dhe mënyra për t'i shfaqur dhe për t'i zgjidhur është në këtë lloj mënyre, sepse ende nuk kanë shpëtuar nga cikli i dhunës dhe i frikës që kanë jetuar deri vonë. Dhe kjo është më e vështira, sepse përveç nënës që nuk gjen mbështetje, ti sheh në mënyrë të menjëhershme pasojat e kësaj dhune tek fëmijët, që do të thotë që ti bëhesh edhe më pesimiste për të kuptuar çfarë të ardhme kanë këta fëmijë që të mos përsërisin këtë model dhune, sepse nëse nuk kemi mbështetje, e cila siguron jo vetëm nënën, por dhe fëmijët që dhuna që është gjendur në familje nuk do t'i cënojmë më, pra nuk krijohet as hapësira e sigurisë që duhet një personi apo një fëmijë që del nga cikli i dhunës. Dhe kjo është më Trondice dhe vërtet gjatë këtij emisioni e ndjeva tepër të nevojshme për të reaguar më njëherë, për të njoftuar çdo kënd që punon në mbrojtje, pra punonjësit që mbrojnë drejtat e fëmijëve, për të kontaktuar sepse është e paimagjinueshme që ne flasim gjithmonë për institucione dhe institucionet i kthejnë njerëzit mbrapsht në raport me dhunën. Megjithatë ti patë reagim kur vetë Alketa tha që vajza 10 vjeçari kishte thënë, "Mam, ktheu se babi më ka thënë fjalën që nuk të ngacmon më." Pra bëhet negociatore midis prindërve. Një fëmijë 10 vjeç të sigurojë nënën. Nuk e dije ende se ç'do vinte më pas. Alketa tregonte që ju lutem më ndihmoni se fëmijët i kam shumë të dhunshëm. Pra, kjo, si të thuash, zgjeron panoramën e qartë. Për më tepër djali është 7 vjeç. Po, dhe kjo është... Është e pritshme nga mosha, por edhe nga gjinia? Një djalë 7 vjeç? Çdo mosh ka mënyrën e vet se si e shfaq këtë lloj cikli emocional. Agresivitet me njëri tjetrin në fakt? Kudo, pra... Jo, agresivitet me njëri tjetrin, por dhe në raport me nënën. Edhe me nënën, edhe me njëri tjetrin, dhe kur të rriten fillojnë dhe e shfaqin edhe ndaj të tjerëve. Më fal pak, me sa duket Kastrioti, ajo telefonat nuk ishte rastësishme që më telefonoj, pavarësisht se tha jam besa dhe merr një gjyshin, por do doja nga asistentët e mi, mund ta hapësh telefonin? Mund ta hapësh të shikojmë se... Ishtë Radio Divjaka dhe me morin telefon dhe apo merë tani. Hape të lutem, hape me viva voce. Alo? Një sekund. Është i njëjti numër, me 067, besoj? Po, dhe Radio Divjaka. Po.
Ja kishte kaluar një tjetër personi që pretendonte se ishte mbesa, në fakt unë kam gjyshin, tha, edhe quhet Grigor. Këto mund t'i bënte vetëm Kastrioti. Nuk të mori në numrin e ti, ë? Me numër ka marrë. Jo, me një numër tjetër, jo me tin. Jo me atë që kishe. Radio Divjaka. Okej, në rregull. Nuk mund t'ishim dot rastësi. Alo, urdhëro. Ja, që do bëjmë fëmijët, të shkolla. Ti qa bere? Shkollë edhe më shpi. Në shkollë. Po mirë, tani vinë ato. Se unë nuk jam aty, jam pak largë dhe i qova me motrën. Dikush nga asistentët të telefonit më kaloj mua. Ju lutem, njëri nga asistentët më kaloj numrin e telefonit. Alo, Ju lutem. më dëgjon? Zonjë, dorëzoja asistentit. Faleminderit, mund të vish këtu? Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Alo? Alo? Mere prap. Jo, është. Dhe kjo që ka bërë ky zotëri sot është e turpshme. Është mashtrus, nuk është njëri të mamë. Qartë. Është e turpshme. Zëri i zonjës që dëgjove pak më përpara, që pretendonte se ka gjyshin Grigorin, hajde foli. Jo, a ishtë në thali. Ata janë gënjeshtra. Mos të Mos ka qenë ai kalimtar rrugës edhe. Ti e ke pasur këtë numër të Kastriotit më parë? Pa është funksionar, ka bën vite që e ka atë numër. Po. Edhe Radio Divjaka që më mori mua nuk besoj tjetë e rastësishme. Jo, është e imja, ja, tani që po më kontakton. Nuk e hap më, sa po dëgjoj zërin tim, ai nuk e hap më. Po. A ishtë mashtros dhe dënos, është dhe vetëm mashtrimet i të bëj. Ty të ka marrë në telefon, apo? Ja të shikojmë pak numrin, a është i njëjti, ndërkohë që... Po. Alo? 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 Nëse më morë punën. Alo? Alo? Zoti Kastriot, përshëndetje. Përshëndetje. Jam e Visameti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Po? Si jeni? Mirë, se kalove ti. Ky numër Radio Divjaka më mori në numrin tim, sepse unë po ju telefonoja vazhdimisht dhe ju nuk ma hapët numrin e telefonit, që mbaron me 047. Si? Jam në punë. A, jeni në punë, punoni në radio. Punoni në radio. Përdhërë? Atëherë, punoni në radio? Jo, unë shumë e bujësi. Në bujësi. Atëherë, do doja të dija në lidhje me Alketën. Ka 3 javë që ka ikur nga shtëpia së bashku me fëmijët. Ndërkohë që në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka deklaruar që ju e keni dhunuar. Ka deklaratë edhe për policinë. Po. Këtë deklaratë ka bërë dhe në polici dhe ka marrë urdhër mbrojtje. Shumë mori në mërë, dhe gjyqi si shbër akoma. Gjyqi nuk është bërë akoma, thua ti? Gjyqi nesër. është për nesër, tani sa morë në telefon nga gjykata. Pra, sa morë nga telefon nga gjykata? Po, nuk e ka marrë urdhrin e mbrojtjes. Po mirë, çështja është, jo e ke urdhrin mbrojtjes, po është dënuar apo nuk është dënuar Alketa? Asi nuk ishtë dënuar asgjë fare, dhe pyet dhe kalamaja dhe fëmijët e mia pyetur në sytë psikologëve, dhe ka folur fëmijët. Po çfarë shtyn një nën 44 vjeçare të shkojë në lushnje, të marrë fëmijët edhe të largohet nga familja e bashortit? Pse duhet largohet nga familja? Pse është larguar Alketa? Çfarë arsye ka? Atë di ajo, ta tregoj ajo se për çfarë. Se ka tratur, ish ka bërë, kam kap matë me 2 persone. Profesion. Jo me 1, me 2. Me 1 pa shumë, po ish kap dhe me tjerë. Është kapur edhe me të tjerë. E kam kapur matë, me 1. E qartë dhe ti thua për tradhti bashkërtore e ke dhunuar, apo për tradhti bashkërtore po divorcohet? Jo, unë dua thjesht dhe divorc, ka që s'dua asë dhunime asgjë. Që dua është? Pra, në momentin që ajo të ka tradhtuar, ti e ke parë vetë? E ka parë vetë me sytë e mi. Dhe si e sjell ti përkundrejt Alketës? Betoja për fëmijët, se ata që duaj kam... Qartë,
Zoti Kastriot, dhe si ke reaguar ti për balë Alketës? Pensionin e nënës ja ke marrë Alketës? Shumë që. 1 milion Po më lekë. kujtosh atë që ishin gjykatë që s'do të ndash, apo? Pra, nuk e ke dhunuar. Jo. Po atëri pse po shkoni nesër në procesin gjyqësor të dhunës në familje? Ata nuk e di se që kërkura jo ndje polici, nuk e di që ka kërkura jo, po ata polici i tha se. Çfarë punë bëni ju, zoti Kastriot, se në këtë studio je denoncuar jo vetëm për dhunë, po je akuzuar edhe që nuk punoni. Çfarë punë bëni? Punoj ti nuk merr pensionin e nënës. Atëherë, çfarë punë bëni, zoti Kastriot? Po flas ta mend tani si njeri ta mend saktë. Po edhe ne si njerëz po flasim, pra na ka gënjur Alketa deri tani, prandaj po e bëjmë këtë ballafaqim, apo jo? Jo, ka gënjur sepse Çfarë punë bëni juve? Më thoni pak çfarë punë bëni? me bashkimin, thuhet që ke një bashkim shaullë, Të lutem të mos përmendim emrat të personave që nuk është këtu. borri madh me bashkim shaullë kaq. Asnjë problem. Atëre, Kastriot punon apo nuk punon? Ka një çështje. A Kastriot të bëra një pyetje, punon? Punoj kësë punoj. Punon. Po lekët e pensionit nënës Alketës? Nënës Alketës? Po. Ke 1 milion. Ke dhe dhuratën këtu kunatën tënde. Ja pra ke dhuratën këtu në studio. Kjo dhuratë ti ka dhënë. Dhurata ti ka dhënë. Dhuratat ti kam numëruar. Jo pak, Po. Unë s'ka pun fare, as me nënës, as me i, as me ata fare. Ore, po ti pranove në Që i policiu. janë marë, i ka firmosur vetë Alketa në polici që i ka marë ajo lekë. Shiko, zonja Dhurata po thot ti ke pohuar në polici që lekët e nënës së Alketës i ke marrë ti. E ke pohuar në polici këtë. Kemi mbyllur kështu telefonatën me zotin Kastriot, përsa i përket pretendimeve që ai kishte, akuzat ishin shumë të rënda në lidhje me një tradhti bashkëtorë, përmendi emrin e një zotërie. Unë i kërkoj ndjes nga studio emisionit Me zemër të hapur këtij zotërie, emri të cilit u përmend nga Kastriot Mango, nga Këmishtaj, dhe do doja që ky zotëri nëse kërkon të na kontaktoj, mund të kontaktoj në numrin e celularit 069 20 37 000. Dhurata, pate një përballje me Kastriotin. Plus që kam dhënë lekë të nënës, që gjithë për 10 vite pensioni nënës ka shkuar gjithë të Kastrioti që kam blet gjallë, edhe ato që si kam pas ndihmat kishat dhe xhamiat që i kam marrë, i kam ble vajin, i kam ble shalcën dhe ja kam çu Kastriotit muj për muj ushqimet atje. E ka nejt me zorë kjo atje. Mirë që marrim ndihma, po i kam i dhënë dhe pensionin e nënës. Plus që ka 1 milion lekë, plus ato që i kemi blerë, po këto 1 milion lekë janë vetëm ato. Edhe duhet i përgjigjet Kastriotit vajzës për lindje dhe motrës time. Nuk i takon të përgjigjet nëna, ime dhe unë. Qartë. Zonja Dhurata, Alketa, nuk e pse i thua të lutem, në qoftë se janë gjëra që nuk i milon kish e xhami, që e kemi çu Kastriotit, ka hanë Kastriotit me prindrit e vet. Ndihma merr nëna në kisha, merr në xhamia. Nëna ime sot ishte smur, kur do vi kthej lek Kastriotit më nënas time, se është pensioniste edhe vuan nga një diagnozë tepër e keqe. Dhurata, ishte një kancer lëkure. Dhurata, më fal, të lutem. Sot i takon biseda në fakt, unë i di sakrificat e një motre. Të thash ke ardhur për ta mbështetur, por njëkohësisht të tregosh edhe problemet e tua. Kastrioti foli disa akuza që për te këtyre ekonomike. Kastrioti ka shfrytzuar në rrugë, se s'kishte lekë, se di unë të ardhur. Më dëgjoj deri në fund, sepse jam në fund të emisionit dhe duhet ta mbyll. Pra, telefonata me Kastriotin e la hapur edhe një emision tjetër, për cilën unë mendoj të përballeni me Kastriotin. Tradhtia është e para dhe më pas vinë të gjitha këto çështjet ekonomike që ju keni me Kastriotin. Por nesër që nga edhe seanca në lidhje me urdhrin e mbrojtjes. Kështu që, Dhurata, më premtoni që do riktheheni në këtë studio. Alketa, ishte shumë e rëndë ajo që tha, jo me një person, po me 2. Gënjen me gënjen e ka dënuar vetë. Ai më thoshte mua dil në rrugë se unë kam 60.000 lekë të dal të ashtu atje. Edhe unë nuk dilja, po prapa ai bente montazhe falso, i bente numra telefoni, nuk e di se modifikonte. Po ja, si me ne, që doli një vajzë, në të njëjtin numër ti Radio Divjaka dhe më një dhe zonja. Përmend emra kod në kod për të dalë nga situata. Për të dalë nga situata që s'punon, hedh balt mbi mua. Po baltën mbi mua nuk e hedh dot sepse mua më njoh një fshat i tër. Dhe Divjaka më e gjithë që unë kam punuar në bujqësi, kam punuar kamariere, kam punuar ndihmëse banakiere, ndihmëse në kuzhinë, çdo gjë për fëmijët e mi e kam me djersën e ballit. Dhe prandaj Kastrioti është mashtrues
nuk është dëmbeli fshatit që nuk punonte, dilte të qendra thoshte s'ka punë. Vit shifet në $600.000 në qendra thoshte do i lash ti borxhet e mia, pastaj nëse një burr nuk di ta mbaj familjen, mashkulli tjetër e qitë në rrugë, bie fjala. Veja në 2 vjet, vija pa punë. Fëmijët e mi kërkoshin bukë. Ku t'i gjeja unë bukën e atij? Ke shumë për të treguar. E kuptoj që telefonata me Kastriotin, të paktën nga telefoni yt, e ka shtuar akoma dhe më shumë çdo detaj në lidhje me Kastriotin se janë 10 vite, apo jo. Se sa mashtronte Kastriotin e këtë gjë e pamë, në transmetim live, kur unë telefonova në numrin e Radio Divjakës që të mori dhe ty, apo jo. Nuk ka rëndësi të gjitha këto. E rëndësishme është që ai vërtet hodhi balë, po ti e njeh veten tënde. E rëndësishme është që ne të bëjmë thirrje të drejtë për drejtë ditën e sotme nga kjo studio. Të duhet ndryshe nga gratë e tjera që vinë në këtë studio, që thonë dua para dhe të rrisë fëmijët, ti thua dua një punë në qytetin e Lushnjës. Çfarë do lloj pune ti do ta bësh atë punë? Apo jo? Dhe këtë gjë po e pohon. Pastaj, nëse Kastrioti do vinë në këtë studio, do të përballeni bashkë në lidhje me të gjitha akuzat që ai dha përkundrejt teje. Faleminderit që ishte të dyja në studio. Faleminderit Gjeni. Ke diçka të fundit tek Sena se të ndërpreva? Jo, përpjekja për ta strehuar dhe për çështjen e strehimit, sepse ajo është shumë e rëndësishme përveç punësimit, sigurisht do të vazhdoj që të paktën nga të dali nga ky lloj cikli. Pra mbështetja edhe për te emisionit me të gjitha mënyrat e ndryshme që të kemi lënë shumë pa bërë sot, sepse duhet telefononim psikologën, duhet telefononim shumë persona, megjithatë telefonata me Kastriotin ktheu gjithçka përmbys. Unë shpresoj që ai të ndërgjegjësohet dhe të vijë në këtë studio të përballet me alketën dhe akuzat e rënda, duke përmendur edhe emra në këtë transmetim. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë më takofshim.